Dhe ja ku jemi dashur miq në pjesën e parë të emisionit, I paralajmërova të ftuarit që kemi për sot, temat të cilat do t'i trajtojmë për 2 orë sa jemi bashkë, dhe të gjitha ngadalë do t'i trajtojmë. Nga ky moment deri në ora 18 do t'jemi bashkë me të gjitha ato tema që sapo I ndëgjut në intrën e emisionit. E thash që në pjesën e parë do të flasim për të posalindurit, për foshnjët, për periudhën neonatale, për nanën, për të vërteta dhe mitet të cilat na përndjekin, jo vetëm me fëmijën e parë, por edhe 2, 3, 5 fëmijë me I parë, gjithmonë janë disa dilema kështu apo ashtu, dhe janë disa shqetësime të cilat ndikohemi edhe nga rrethi, edhe nga ata të cilët para neve janë bërë prind, edhe pse jo t'i marrim përgjigjet nga burimet e sakta, nga pediatrë, neonatologët të cilët çdo ditë të punës së tyre kanë pacienta dhe përballen me të njëjtën problematikë, me të njëjta shqetësime, me të njëjtat rutina. Për të folur për të posalindurin dhe në përgjithësi për qasjen ndaj të posalindurit, gjërat elementare që duhet trajtohen, qoftë nga neonatologu në ditët e para, qoftë nga nana në ditët e para dhe minutat e parë deri tek mosha 12 muajshe, do të flasim së bashku me doktoreshën Rita Demiri, pediatër neonatologe, e cila tashmë është studio me neve. Mirë se erdhe, doktoresh Rita. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit shumë. Dhe ju falenderoj edhe ju që po jepni këtë hapësirë që sadopak t'u japëm këshilla profesionale nanave të reja, gjithsesi s'po them veç nanave, po prindërve të ri, sepse këto janë me të vërtetë shumë të rëndësishme në ditët e para pas lindjes së fëmisë. Edhe në minutat e parë. Edhe në minutat e parë e kemi përgjegjësinë na pak më shumë, mirë po ditët tjera pas lindjes përgjegjësia bie edhe te prindërit, edhe natyrisht duke u këshilluar me mjek dhe natyrisht duke marrë informata të sakta. Jo të përndje, e tha shumë mirë ti që po na përndjekin ato mitet që kur qysh me u largu. Më kur qysh edhe ma e dëmshme në krejt këtë mes janë edhe rrjetet sociale që çdo kush mund me postu. Çdo kush po mundet të ka qasje dhe çdo kush mundet me shkru gjithçka aty dhe mandej lindin këto keqkuptimet, apo edhe në fund të fundit probleme kanë me pas ata prind me atë fëmijë. Do me thonë, informatat do të mirën saktësisht dhe te mjeku. Jo nga portalet, jo nga personat apo nga familjarët, apo nga personat që nuk janë përgjegjës për të posalindurin. Absolutisht, bile këtu më duhet me shtu doktoresh, kërkush me kërkon nuk jemi njëjtë. Edhe nëse dikush e ka pas një eksperiencë tjetër me fëmijën, nuk ka nevojë na me përjetu patjetër eksperiencën e njëjtë, kështu që le ta përjetojmë intuitën tonë me foshnjën tonë, ashtu siç na thot neve intuita dhe ashtu siç e thot shkenca, pa I marrë ato këshillat se unë kur kam qenë nanë, e kam bërë këto, do të thonë nuk ka nevojë se kjo është dami më I madh. Gjithkush është një Sicili e ka atë identitetin e vet. Dhe është individuale, gjithçka është... Jemi në përmirësim këtë hap, po ka ala punë. Sigurisht që po, sigurisht që po. E kisha dash me nis krejt këtë temë se paralajmërova me një prej periudhave më të rëndësishme të jetës së një foshnje, një fëmije, një të posalinduri, që nëse ato ditët e para trajtohet si duhet, edhe jeta e tij është më e menaxhueshme, qoftë nëse ka ndonjë anomali, problematika, apo nëse s'ka. Sa është periudha neonatale, doktoresh? A është disa ditë, disa muaj? Jo, është me ditë. Me ditë. Do me thonë, periudha neonatale përfshin atë periudhë prej momentit të lindjes deri në 28 ditë. 28 ditë. Deri në 28 ditë. Pas 28 dite, do me thonë, pas një muaje, ajo është foshnje, deri në moshën 2 vjeçare. Pastaj, pas moshës 2 vjeçare është fëmijë. E kjo periudha 28 ditëshe është periudha më e rëndësishme e jetës së një fëmiu. Do thotë është e ardhmja e tij. Është krejt ajo periudhë kur menaxhohet mirë, është një jetë e tërë. Kopertina dhe këto doshta me përkufizu se nëse menaxhohet mirë, do me thonë prej momentit të lindjes e kalon këtë fazë mirë,
nuk po thom që s'ka me pas edhe probleme tjera, mirë po themelet, baza e një jete është kjo periudhë, prej momentit të lindjes deri në 28 ditët e para që quhet periudha neonatale. Në këtë periudhë është, do më thonë, kjo periudhë karakterizohet me një tranzicion të madh të tash nuk po du me hi shumë detale kështu mjekësore, po një bebe ka qenë në mitrën e nanës, ka qenë e mbrojtun me atë langun amnional, ka qenë në qetësi dhe prej momentit që lind, ai ka me marë frym vetë. Do më thonë, pas lindjes fillon ajo rivendosja e frymarjes, ku do të merë frym vetë, mandej do të fillojnë tonet e zemrës të përshtaten ambientit, mandej temperatura, termoregulacioni, do të është një sfid e madhe prej barkut, prej ati vendi, do më thonë, të mirë dhe të butë të ti, kur del jashtë me gjithë këtë zhurmë, me gjithë këta stimuj. Qajo periudhë e përshtatjes, do me thone adaptimit në jetë, janë disa minuta që janë shumë vendimtare. Për shembull, prej momentit të lindjes ne jemi aty pjesë e lindjes, ne marim pjesë në lindje, sepse nuk i dihet, mund të komplikohet edhe në fund, edhe pse gjithçka ka shku në rregull, por lindja mund të komplikohet dhe beba ka nevojë për një mbështetje tonë. Atëherë ne jemi gjithmonë prezent aty. Qoftë lindje normale, qoftë lindje me cezarian. Dhe detyra jonë është që në 10 sekondat e para pas lindjes, ne ta vlerësojmë atë bebe se ka dohet, a do të me shku të ajo pjesa e reanimimit, apo do të mja dhonë nanës, do me thonë, mja qitë nanës në gjoks dhe që të bët aj kontakti lëkur me lëkur. Këto 10 sekonda, për që këto 10 sekonda ne e vlerësojmë, janë 5 parametra. E vlerësojmë ngjyrën e lëkurës, ajo e tregon edhe oksigenimin, do me thonë, e vlerësojmë frymarjen, i vlerësojmë tonet e zemrës, e vlerësojmë tonusin muskular dhe reflekset. Këto janë 5 parametra që secila i ka nga 2 poena. Dhe kjo quhet krejt ky vlerësim Apgar score. Dhe sa më i lartë që të jetë Apgari, beba është, do më thonë, shumë është mirë dhe është e gatshme që të ri me njëherë me nanën dhe të vendoset në gjoks dhe për shkak të refleksit të ti, me njerë ta marrë dhe gjinin e nanës. Do më thonë që kjo është qaj vlerësimi na për 10 sekonda. Fatmirësisht, inshallah, gjithmonë kanë me qenë mirë ato bebe, por ndonjëherë ka raste kur ne do të dhe t'i japim ndihmë, kur nuk bëhet frymarja, nuk ka tone tjera. Atër është pjesa tjetër e reanimimit kur ne e marrim me njëherë bebën dhe aty janë 2 minuta. Do më thonë, mrena minutës parë, ne duhet t'ja vendosim ta intubojmë, ose ta ventilojmë, ose... Mirë po ne duhet, qëllimi është që të oksigenohen, sidomos truni, që mos të psoj, sepse një tru pa oksigen 2 minuta, atër sekvelat apo pasojat janë të mëdha. Kështu që aty është bie bara jonë dhe përgjithësia jonë. Edhe aty duhet me qenë të përgatitur profesionalisht, falë profesionalizmit, falë përgjithësis, falë këtyre protokolleve të standardizuara tash që përdoren në gjithë botën, edhe të ne neonatologjia ka përmirësime të dukshme, natyrisht që ka vend gjithmonë për ma mirë, mirë po edhe me statistika, numri i vdekshmërive është shumë i vogël se sa viteve të mëhershme. Përveç kësaj që e tregove në sekundat e parë dhe në 2 minutat e parë, ajo që ka është shumë e rëndësishme në këto ditët e para dhe periudhën neonatale që e shpjegut shumë mirë që është 28 ditë, janë edhe një kujdes tjetër që përfshihen duke hyrë vaksinimi, duke hyrë screening testi, duke hyrë shumë menaxhime tjera që ajo foshnjë të merë, si me thonë, një deklarat për shëndetin e saj ti për të ardhmen. Ajo është bashkë deklarat. Po mënura me thonë sa ma të kuptushme. Ardhmja më thashë edhe më herët e ardhmja e një personit, sa i ka mu rritë, ka mu bu person. Po e ardhmja më varet nga që ato ditët e para.
E tash, nëse gjithçka shkon mirë, që e përmenda, minutat e para, do më thonë, ne vlerësojmë që është beba mirë, me apgar të nalë, atër ja vendosëm edhe nanës në gjoks, që të bëhet që ajo kontakti lëkur me lëkur, që është shumë i mirë për frymarrjen e bebës, për tonet e zemrës dhe për termoregulacion. Dhe fëmija me njëherë qetësohet. Dhe si refleks që e ka, si intuit, atër fëmija me njëherë fillon edhe e merë vetë gjirin. Gjiri, do më thonë qumshti, që ato pikat e para të gjirit janë shumë të rëndësishme. Ajo është si një kuloshtër i thojnë, është me ngjyrë pak më të verë, sepse aty ajo është e përbame prej proteinave, që janë shumë të nevojshme, dhe prej antitrupave. Do me thonë, ky gjini i ditëve të para nuk është vetëm ushqim, ajo është një mbrojtje, është një vaksin natyrale për bebën dhe është një dashuri, është një lidhje emocionale, sepse nuk ka magjike, ma mrekulli, po edhe nuk ka lidhje ma të fortë, sepse se nana me fëmijën e vetë. Do me thonë që ta kem të qartë edhe kjo le të jetë edhe për nanat, po edhe për stafin, këtë rast infermierët, mamit që ndodhen pra nanës. Minutat e parë, kur konstatohet që foshnja është mirë, po sa lindure, me njëherë tentohet gjithonja. Po, me njëherë. Do me thonë, në orën e parë, kur bëhet, rivendoset ajo gjithonja, është një shenjë dhe është një rezultat, që do të jetë një rezultat i mirë për një nanë që ta ushqej me gji. Do me thonë, shansat janë shumë të mdhaja, që ajo nanë të vazhdoj mandej me gjithanje. Kur vendoset kjo, do më thonë, gjithanja në orën e parë pas lindjes. Normal, natyrisht, nuk ka shumë mjaft, por natyra e ka bo që mjaftushëm që ato pika, do më thonë, të kulloshtrës, që janë të pasura me proteine, i mjaftojnë për metabolizmin bazal të bebës, sepse në të kaluarën nuk ka pas qumsht formullës, po janë ushqy edhe vetëm me gji, edhe në momentin e lindjes, prej lindjes, i marëm shembull edhe gratë në Afrikë, për shembull, në Etiopi, atje kur nuk kanë ushqim, ato nanat mujnë mos me ushqy me ditët tona, por gjinin e kanë, sepse ajo stimulohet me thithje. Sa ma shumë që thith gji, aq ma shpejt prodhohet qumshti. Këta e ka bo natyra, është një mrekulli e vërtet. Po, edhe kjo doktoresh shumë mirë, sepse pa tjetër që do doja të ndalesh atë gjithonja, por me që jemi këtu, po ndalem të kjo pjesë për të vazhduar pastaj të ditët e para të foshnjës, të gjithonja dhe stimulimi që sa po e shpjegut. Shumë nona të reja, pa dosh me gjyku, hjekin dorë prej gjithonjës, sepse ndoshta edhe rrithi, duke i thonë që po të qanë, sepse nuk është duke unë gopër, nuk i mjaftu shumë qumsht, nuk e ki qumshtin e mirë, dhe më verzionet të tila. Verzionet të tila ka shumë, tash ne i tregojmë nanave se për të mirat e gjithanjes dhe përfitimet që i ka beba prej gjithanjes. Mirë po, ka do më thonë disa nana të reja që nuk mund t'i bindim, tash ajo mbetet do më thonë në përgjithsinë e saj. Dhe ajo vendosë që nuk du me dhonë me gji, e tjera nuk kemi aty që ka bëjmë. Po në rastet të tjera, kur një nanë pas lindjes, është në atë periudhën pak më të deprimuar, ne i thojmë, ose baby blues, i thojnë ajo 2 javësh që është, ato kanë nevoj shumë për mbështetje emocionale, për mbështetje të familjes, kur ajo është e qetë, edhe një fëmijë ka me qenë i qetë, dhe ka me pas edhe gjie, dhe beba ka me ushqy, ka me urit, ka me u zhvillu. Do me thonë, në atë periudhë të nanave që mujnë me qenë pak më të ngarkuara, pak më të deprimuara, i duhet një mbështetje emocionale nga familja saj, pikë së pari, nga bashkëshorti, e mandej edhe nga rrethi, nana vjehra, kunata, kushdo që është, dhe thotë duhet që ta mbështesin shumë. Ka raste kur ato janë të luhatshme, mirë po duhet, do me thonë, një mbështetje e tyre, por edhe duhet të marrin informata të sakta nga profesionistët, nga ne, apo edhe nga ginekologët, ajo nanë që të vazhdoj gjithanjen. A ka qumsht
të mirë dhe qumsht të litë, si shtuhet, nuk ka. Jo, s'ka. Kur ka qumsht, ka qumsht. Tepër të ralla janë ato raste kur nuk ka qumsht. Po. Tepër ralla. Mirë, po kur ka qumsht, stimulime e bjenë sasi. Po pra, s'ka të i keqi mirë. Nuk ka. Ditët e para është ajo ngjyra, mandej ka e ditë shumë nana thojnë, mas 3-4 dite mu bo shumë i hollë, është ngjyra shumë e qeltë, është shumë e hollë, nuk është gjini mirë, të gjitha këto janë mite, nuk ka ashtu. Do që mos tjetë një arsye për me hitë dorë. Nuk ka nevoj mirë. Tash varet krejt edhe prej ushqyeshmërisë pak nanës edhe prej teknikës së gjithanjes. Do më thonë, teknikisht kur nuk mund mi dhonë dhe nuk stimulohet mirë, natyrisht që ka me ullë prodhimi i qumshtit. Mirë po kjo vërtetohet shumë kollaj me një matje të bebës apo në shtëpi me atë urinim. Nëse një bebe urinon mjaftueshëm, atëherë edhe gradualisht shton pesh, do me thonë ka gjitë të mjaftueshëm dhe është i ngopur dhe është të shku krejt mirë. Edhe është i ushqysh netshëm, me një fjallë. Me një fjallë. Po këthejmë edhe pak të pjesa e lindjes. është shumë rëndësishme me cek doktoresh, nashta në Kosovë prindrit nuk janë në vendisimin e lartë të këtij rëndësie të screening testit, por është jetek. Dhe duhet patjetër që çdo foshnjë, çdo i posa lindur, me që na shpjegoi doktoresha që foshnja është pas çdo i posa lindur duhet të çdo i posa lindur ose neonat. Ose neonat, po. Duhet të bëj screening test. Pse është kaq e rëndësishme? Mirë është dhe është shumë e rëndësishme që të bëhet screeningu neonatal apo newborn screening quhet. Ajo përmes këtij screeningu, përmes kësaj analize, eliminohen shumë sëmundje metabolike që nuk mund t'i vrejmë me një herë dhe nuk mund të shifen me sy. Tash janë shumë me emra të ndryshëm që nuk ka nevoj për publik kështu se nuk i majnë mend. Mirë po ato më të rëndësishmet janë e gjandrës tiroide, do me thonë hipotiroidizmi dhe fibroza cistike që hynë këto. Dhe me thonë, ka raste shumë që ne i zbulojmë fibroza cistike pikrisht me këtë screening, apo edhe hipotiroidizmin që nëse mungon ky hormoni i tiroides, atëherë zhvillimi neurologjik dhe psiqik i fëmisë ndalon. Kjo për ndryshe edhe është quajtur edhe përpara si smundje kretenizmi. Dhe me thonë, fëmia ka me mbet me pasoja të përhershme dhe me sekvela të rënda. Pse mos ta bëjmë këtë test kur përmes këtij testi, do me thonë, vërehet dhe nëse konstatohet ndonjë mungesë e ndonjë enzimi, atëherë ka zaventsus dhe fillon me njëherë me trajtim dhe gjithçka shkon në rregull. Përveç fibrozës cistike, që aty trajtim specifik nuk ka mirë, po është shumë e rëndësishme që të diagnostifikohet edhe të fillojnë me trajtimet, do me thonë, simptomatike që i duhen për një zhvillim më të mirë të një bebe. Në këtë pjesën e 28 ditëve të periudhës neonatale, është shumë e rëndësishme që fëmia përveç tjera që i përmende, të sigurohet edhe shëndeti i tij tek ortopedi, tek oftalmologu, cilat janë ato kategoritë që duhet të mirë është të gjitha të bënë një fëmijë me edhe screeningun metabolik, por edhe screening tjera, për shembull, një kontroll të syve, një të dëgjimit, testet të dëgjimit, një ultrazat të zemrës, një ultrazat të abdomenit, të barkut, kokës e tjera. Të gjitha ne mund t'i bëjmë dhe jemi të profesionalizuar dhe të profilizuar si cili në pjesën e vetë. Mirë po kategori që ishtë dasht pa tjetër që të shkojnë dhe t'a bëjnë këtë screeningu në syve dhe të dëgjimit janë fëmijët e parakoshëm, që qëndrojnë shumë gjatë në respirator, në ato aparatet ku i pët mbështetja respiratore, apo do më thonë, din edhe të gjithë se oksigeni, nëse rrinë për një kohë të gjatë, do më thonë, beba në atë ambient, mund të damtoj retinën e syve dhe
patjetër që duhet të bëhet një screening, do më thonë një kontrol. Po jo të gjithë fëmijët nëse lindin me peshë normale, në termin, dhe është gjithçka në rregull, nuk është e patjetër, por pse jo, pse mos t'i bën, rekomandohen të bëhen të gjitha screeninget e bebës, se ajo mandej e përcakton, thash edhe më herët, edhe tha edhe ti, të ardhmen e ati fëmijë. Nëse për shembull ka raste nuk ndëgjon. Atëherë sa më herët që të diagnostifikohet, edhe trajtimi është shumë më mirë, kur fillon me fol fëmia, ka shumë raste kur nuk ndëgjon se kanë ditë, për shembull ka pas në infekcion nana, zakonisht rubeolla e këto i shkaktojnë që ato, dhe është bë fëmia 3-4 vjeç, tek atëherë është konstatuar se nuk kanë dëgju. Ata e kanë shumë ma vështirë mandej me fillu edhe me fol. E kur ta dim prej fillimit, atëherë ndëgjon zana, ndëgjon fjalë dhe do me thonë barazohet me moshatarët e vetë që edhe ndëgjojnë. Po. Shumë informacion i rëndësishëm, në ndërkohë një informacion tjetër i rëndësishëm, ndoshta edhe ma shumë thirrje se informacion është vaksinimi, sidomos i ditëve të para, sepse gjithë protokolli i vaksinimit është shumë i rëndësishëm për fëmin që do të bëhet një person një ditë. Po, vaksinimi është në ditët e para, bëhet me njerë pas lindjes një vakcin kundër tuberkulozit dhe hepatitit bëhet. Dhe si cila bebe, kudo qoftë që lind, duhet që të shkojnë në shtëpit këtyre shëndetit, po në këto familjare dhe të fillojnë vaksinimin. Dhe aty, pastaj, ata e kanë kalendarin e vaksinimit dhe i shenojnë çdo herë për vaksinën e ardhshme, e caktojnë datën dhe duhet të shkoj. Kemi folë, sa herë kom folë edhe për këtë temën e vaksinimit të moshës 1 vjeçare për MMR vaksinën, që po hezitojnë, shumë nana me dëvërtet kanë dalë, janë bërë shumë hulumtime dhe janë bërë shumë po mendoj globale, ku kanë marë pjesë aty me miliona fëmijë dhe është vërtetu që nuk ka lidhje vaksina me autizmin. Dhe kështu që prap unë ju them nanave që mos të hezitojnë dhe të shkojnë dhe të vaksinojnë fëmijët me gjithë kalendarin që është për Kosovë. Në Kosovë ka fillu edhe këto 2-3 vjetë e fundit edhe janë shtu edhe shumë vaksina kundër rotavirusit, meningjitit, po, shumë janë shtu dhe jemi gati, do më thonë, me shtetet tjera evropiane, jemi njëjtë sa i përket kalendarit të vaksinimit. Po, ndërkohë një prej shqetësimeve të tonat shqiptarve është temperatura e duhur e fëmijëve. Qoftë në ditët e para në spital, qoftë edhe kur dalin prej spitalit, nuk e dim sakt, na thuhet nga të vjetrit ose më të rriturit që duhet i veshim se foshnja nërë se ka pas shumë nxehtë mbrana në barkë, ose si është teoria, sa duron foshnja me u vesh ose sa duhet trashta veshim ose jo? Me marë kështu, me thonë, për ma letë me e mbajt në mend, prindërit është, për shembull, ne të rriturit sa veshemi, një shtres ma shumë edhe beba. Po, se na. Kjo është për qatë periudhën neonatale, se bebës i vyn një muj që të marë funksionin e duhur, si kur na që e kemi të termoregulacionit. Dhe është i dëmshëm sa hipotermia, do më thonë kur është ftoft, po aq është e dëmshme edhe kur është edhe shumë ngrohtë. Po, prandaj qajnë shumë. Po, edhe qajnë. Ka njerë as nuk qajnë, po krejt kështu molisën, bëhen shumë të përgjumun dhe nuk thithin e tjera, edhe ajo na alarmon edhe për ndoshta ka ndonjë sëmundje tjetër, ka raste kur kanë ardhur fëmia nuk po pen, vetëm po flen, kur e ka marrë, ja ka bërë të gjitha ekzaminimet, nuk ka asnjë sëmundje, nuk ka kur gjë, por ka qenë në pyetje, do më thonë, po, mbulimi tepërt, apo të ngrohja. Do më thonë, temperatura dhomës do të me qenë deri 24 gradë, prej 23-24 temperatura optimale për një bebe. Dhe veshjet që e përmenda, do më thonë, të pambukut
dhe një shtres të hollë, të një batanie, do më thonë, shumë e hollë. Dhe kjo do të me qenë ajo temperatura optimale. Jo me bo si sa unë, 28 gradë, edhe me vesh trash, atëre fëmija me të vërtet i bjen shtypja prej nxehtit dhe bëhet letargjik, nuk thith, nuk pen dhe mund të ketë edhe pasoja. Sikur ftofja, ashtu edhe tejnë ngrohja. Po, sa i përket nëse fokusohemi vetëm të kapela dhe dorzat? Po, kapel nuk ka nevoj që të vendoset në kokë. As dorzat jo, të gjithë organizme, gjithë lëkura një bebeje ka nevoj që të marrë ajrë dhe nuk ka nevoj që të mbulohen, përthoj e di nanat shumë thonë jo po gritët, mirë po do të gjenë njërat që të ja Jargojmë. Dhe t'i lojnë, do më thonë, pa dorza dhe pa kapel. Dhe pa kapele. Edhe nëse o dimër edhe nëse... Po, në ambientin që tash 24-25 është maksimumi dimrit. Edhe pa tjetër është edhe një met që thojnë nuk bon medal me bebën e tjera. 40, po? Po, 40. Nuk qëndrojnë. Këto nëse temperaturat kushtet janë, do më thonë, atmosferike, nëse janë mbi 0 gradë, nuk ka ndonjë frym të madhe tjera, fëmija pa tjetër që duhet të dalë, mund të dalë, edhe është ma mirë në ajrë të pastër, se sa në ambientet të mbyllura, ku të na ende egziston ajo që vinë ditët e para pas lindjes, vinë mjauru edhe vinë njerëzit plot, vinë ato ndoshta e kanë vetëm një rinet, një ftofje, mund ta infektojnë edhe bebën e përsa lindun edhe foshnjen. Është shumë e rëndësi të ceket këto ditët e para, do më thonë pas daljes, se diri sa janë spital, përgjithësia është e jona dhe mund të ketë shumë raste të infekcioneve, do më thonë të neonatale, që janë si pasoj edhe infekcioneve të nanës, nëse ndodhë kjo në spital. Dhe natyrisht që ne jemi aty dhe i vrejmë heret këto shenja dhe e fillojmë trajtimin dhe shërot plotësisht. Mirë po, ka raste kur janë infekcionet ndodhen edhe pak ma vonë, në ditën e 5-7, dhe është me rëndësi të cekit se nuk ka simptom të vogël të një foshnje vogël. Çdo simptom është e madhe. Është e madhe dhe është alarm, mund të jetë alarm. Inshallah është alarm i rrejshëm, mirë po më mirë është që të vinë dhe të konsultohen me mjek, se sa të mos vinë fare, ose ma let, ma thjesht me thonë, ma mirë është një vizite pa nevojshme, se sa mos me ardhë, ose ma mirë është një vizit ma shumë, se sa një ma pak. Shenjat alarmuse që janë, që përmenda, që tash po mendoj nuk ka simptom të vogël, janë këto. Nëse temperatura e bebes është mbi 38 gradë, mandej, nëse është i përgjumun, letargjik, nuk thith, ka probleme me frymarrje, në fund mund të vinë edhe konvuzione, që ajo është alarm shumë i madh. Dhe nëse këto i ka disa prej këtyne, ose vetëm një prej këtyre simptomeve, është me të vërtet një alarm, sepse nuk ka kohë të beba e përsa lindun. Te neonati për shkak të bërishtësisë së sistemit imunitar, organizmi reagon në mënyrë të përgjithshme. Do më thonë, një infekcion i vogël mund të bëhet seps. Ajo nuk ka forcë që ta lokalizoj dikon në hund ose vetëm në bronhe, por janë simptome të përgjithshme që na tregojnë që to që i përmenda temperatura, mandej letargjia, apo përgjumja, mosthithja, krejt këto. Krejt këto mund të jenë shenja të sepsës, e që sepsa apo infekcioneve neonatale, se mos t'i friksoj nana, por me të vërtet janë shumë të rëndësishme, do më thonë edhe nëse ndodhin, nëse diagnostifikohen heret, atër edhe trajtimi është i suksesshëm. Po, edhe ma i letë, edhe ma i shpejt. Dhe ma i mirë, sepse të bebat e thash përshka këtë bërishtësis
të sistemit imunitar përhapet në të gjitha organet, mandej kalojnë ato barierat, do më thonë edhe në tru, edhe mund të shkaktoj edhe meningit, ka mandej komplikime për një pak negligjence të vogël. Për një negligjence. Edhe këta le ta mbajnë menda, nuk ka simptom të vogël, po çdo simptom është i madh te beba. Dhe ma mirë është me ardhë dhe të konsultohet, do me thonë të shkon të mjeku, të ekzaminoj dhe ma mirë është që nuk ka kur gjo. Po e themi kushtimisht me bo pak panike, me këthy me një përgjigje pozitive. Për mu, unë si po mendoj mjek, prej përvojës sime, me të vërtet mundohna që t'ju jap përgjigje. Nuk ka pyetje nuk ka pyetje panevojshme të një prindi për këtë periudhë po flas. Çdo pyetje është e rëndësishme dhe që meritojnë një përgjigje të prindërit e rinj. Kjo shpresoj shumë që krejt neonatolog ta bëjnë, edhe sepse jo çdo prind është i njohur me teori, me shkencë, me mjekësi, dhe funksionon ashta pak si e kanë mësu nona, tezja, vjera, gjyshja, ku ta dion, edhe mund të bëjnë gabime nga mos DNA, kështu që unë shpresoj që neonatolog kudo që janë, që t'jenë bashkë kështu direkt me prindrit edhe t'i vedisojnë. Të mos hezitojnë edhe prindrit, se ne nuk e dim që ndodhë në shpe, por të vinë ose të komunikojnë në një farë forme dhe t'i tregojnë ato simptomet e bebës, të cilat do njëherë disa prindër prej frikës apo prej shqetësimit, prindërit nuk janë objektiv në asnjë formë, ose i hiperbolizojnë gjërat, apo edhe i anashkalojnë prej frikës. Do më thonë, çdo simptom e vogël të një fëmijë duhet patjetër që të një i porsalindur duhet që të konsultohet me mjekun e vet. Patjetër. Në një tjetër që se ma kujtove kër e kom lind fëmijën e parë, e qesha prej gjumit se mu do ke se s'po merë frymë, do me thonë dhe në qatë sta dhe pa ta përjetu, o konë, edhe unë rritë qa bashkë me ta, është ko gja sfid edhe... është sfid për prindërit ditët e para të lindjes, sepse qashto, edhe mu ka ndodhë edhe unë si mjekani, e kom këqyrsha po merë frymë, jo, normale janë ato ditë e para, Kretë bëjë ndodhe dhe shumë ishtë dhe s'ka pyetjet pa nevojshme, s'ka pyetje pa lidhje, sepse ka njerë turprohen, mos është pa lidhje me pyetje, jo, plasaj e pyetjen ashtu se që ma mirë është me pyet pa kohë. lidhje se sa mi janë shkalu disa gjëra e mandej mu bo vonë. Se për një neonat, dhe me thonë, koha nuk matët me ditë. Me sekonde. Po matët me minuta, me orë. Gjdo minutë, gjdo orë është e vlefshme. Nëse i vërin, unë po flasë për qëto simptome që i përmenda si alarm, nuk po flasë për tjera gjëra, për shembull, kur për shembull e qara e një bebës, kur qanë beba është një komunikim. Okej. Jo pa tjetër që është i smut. Një e qare një bebës ka shumë gjasa në muajt e para të jetës të jenë për shkak të kolikave. Do më thonë këtyne që i thojnë në popull gërqeve të barkut, sepse zorët 3 muaj i vynë zorëve që të adaptohen qumë, se 9 muaj kanë qenë sterile, është ushqy për mes kërthizës. E kështu që ajo e qarë mund të jetë për qatë shkak, por tash prindërit duhet të shohin nëse një bebe nuk ka temperaturë, po pjen mirë, po flan mirë, ose edhe mundet edhe mos me fjetë, po qanë, por urinimi është në rregull, pampersin e mbush me urinë, del jashtë mirë, është vital, është aktiv, atëherë nuk ka nevoj për shqetësim, atëherë janë këto. Mirë po, gjdo tjetër simptom që do me thonë është alarm. Një prej, ta them, ndodhive ma të shpeshta tek foshnjët e vësolindëra, disa herë rastet ndodhë në spital, disa rastet sa po të shkojnë në shtëpi është verdhësa. Një prej, po them, shqetësimeve që nuk e di, a është trashëguese, a është nga... Jo, ajo është për shkak se ajo periudhë 28 ditë është periudha kur e përmendëm sa herë, kur
të gjitha organet e marrin, do me thonë, atë funksionin si duhet tek pas një muaje. Edhe mëlçia, që organ shumë i rëndësishëm në organizëm, tek mas disa dite fillon të marrë funksionin si duhet. Dhe do me thonë, ajo mëlçi, pak e papjekun, që është normale, të gjitha bebat, nuk mundet krejtësisht ta eliminoj atë bilirubinën dhe për këtë shkak ngjyroset lëkura. Kjo zakonisht është fiziologjike, që i përmenda për shkak mos pjekurisë së mëlçisë dhe sa më i papjekur që të jetë beba, aq edhe ma shpejt ose ma shumë ka me pas verdhës. Nëse verza ndodh mas ditës së tretë, që është e zakonshme dhe në shumicën e bebave, është krejt fiziologjike. Natyrisht që ne e mosim nivelin e bilirubinës, e shofëm dhe i kemi ato diagramat e tonë, parametrat, kur duhet të fusim një bebe në fototerapi. Do më thonë, ekziston një trajtim për këto beba, që është fototerapia, por jo faculeta e verdhë në ftyrë. Ajo është met, nuk e shëron verzën, por edhe verza nëse thash ka, do më thonë, ngjyrë të verdhë, mirë po, nuk e ka atë nivelin që duhet të trajtot me fototerapi, e lojmë që gradualisht vetë eliminohet pas disa dite. Është edhe verza prej gjinit, ku mungon të gjini një enzim që e zbërthen shpejt ato, që nëse një bebe pin mirë, shton pesh dhe gjitha e në regull, po ngjyra i mbetet e verdh, nuk ka nevoj as pak të shqetësohet, sepse maksimalisht është muji i dytë dhe i tretë që i largohet ajo. Po, dhe krejt fiziologjike. Dhe doja të ndalesha në këta minutat e fundit, doktorisht, të disa miteve të vërteta. Për shembull, a është e vërtet apo është met që foshnjët në javët e para nuk shohin asgjë? Ata këtu ditët e para dhe... Ose thonë shohin pa ngjyra. Jo, shohin pak si mjegull. Si mjegull, a është e vërtet do me thonë? Mirë po figura shohin. Dhe ata i kanë edhe shqisa tjera shumë të zhvillume. Do me thonë zanin e nanës, erën dhe prekjet. E me këto e identifikon edhe nanën, ose babën, ose kush do qoftë që kujdeset. Ka muji i dytë dhe me të vërtet edhe taman sheh ashtu që shdohet. Po, a është mit apo e vërtet që foshnjët duhet të lahen çdo ditë? Nuk duhet të lahen çdo ditë. Nuk është e nevojshme të lahen çdo ditë, mirë po nuk është keq edhe mu la. Po nuk është e nevojshme, jo, dam nuk i bën, dhe mirë po nuk është kështu shumë e nevojshme që të la çdo ditë. Çdo 2-3 ditë mund të la. Disa nana thonë, kur po e laj, po flen ma mirë. Kjo është se e bojnë ashta dhe ujin pak ma të nxehtë. Sinsa ujë. Por derisa të bjen kërthiza, nuk duhet të lahet. Jo, derisa të bjen kërthiza, jo. Edhe për kërthiz harova me cek, duhet të mbahet e thatë gjithmonë, dhe nanët të kenë kujdese nëse ka skuqje në këthiz, pasi që të shkojnë në shtëpi, se këthiza bjen për i ditës 7 deri në 14 zakonisht, të disa dhe ma heret, të disa rrallë dhe ma vonë, por nëse ka ndonjë skuqje rreth këthizës apo edhe erë të randë, atër pa tjetër që do të lajmëron të mjeku, sepse ka mundësi që të ketë ndonjë infekcion të këthizës. Kështu që këthiza, kështu do të mbahet tash e thatë, pa ndonjë medikament, diçka, dhe ajo... Nuk duhet asë të ngarkohet shumë me rroba, do të letë sa ma... Nëse ka skuqje, atër ne i themi, do me thone përshkruajmë alkoholin 70%, që e bën tharjen më të shpejt. Për ndryshe as pak. As pak shqetësuese. Jo, dhe... Por dallohet kur mund t'ja diçka infekcion. Kur t'i bjen këthiza, atëre pa tjetër që mund të lahet, beba. Ndërkohë që trendet e fundit, për shembull në periudhën kur jam bërë në non, ka qenë trend në ujin ku është përgatit për larjen e foshnjës të hidhen kamomil çaj. Për shembull. Tash trendet e fundit hedhin qumë zgjiri në ujin ku përgatitet për foshnjën. Sa e mbështet si teori këtë? Apo mjafton ujë pa shampan. Uj, pa shampan veç. Pa shampan, se më tharoj me cek. Kamomilja është me të vërtet qetësus.
është qetësues për disa në periudhën e vitit me ka qenë trend dermatitet janë disa dermatite atopike që 2 muajt e para lëkura është e thatë ose mund të shkaktohen disa egzantema, disa puçra apo prekjeve kontaktit dhe çaji i kamomilës disi e qetëson. Janë 2 mite që përdoren shumë, të cilat ti i përshkove gjatë bisedës tonë. Njëna thotë që foshnjët që qajnë janë të uritura dhe tjetër thotë që foshnjët që flenë shumë nuk është shenjë mirë. Ta cilla me cilën është? Foshnjët që jo gjithmonë një foshje që qanë është përmenda po që është e uritur. Ajo matet shumë thjesht me një matje të bebës, me do më thonë sasin e urinimit. Nëse unë i thëmë gjithmonë nanave s'kini nevoj se i blejnë edhe ato peshore të e masin çdo ditë ngarkohen shumë. Nuk ka nevoj për ngarkesa. Sa ma e qetë një nanë, aq ma mirë edhe beba do më thonë është një bebe ma e qetë dhe ushqehet ma mirë dhe vazhdon jetën normal. E një bebe që flenë shumë? Një bebe që flenë shumë, atëherë kjo është pak ma problem se sa ajo që qanë, ama që pinë. Do më thonë, nëse një nanë e vrenë që po pinë fëmija dhe po urinon mirë dhe po shton peshë, nuk ka nevoj me u brengos se qanë ose pse flenë shumë. Nëse normal, ditët e para mund të flaj fëmija edhe ma shumë, 4 orë, 5 orë mund të flaj, nëse pinë mirë pak ma mirë, atër mund të flaj. Mirë po, mbas javës së parë, zakonisht nuk flajnë 5 orë, 6 orë. Nëse flenë shumë dhe në atë periud, do me thonë, ka ramje në peshë dhe do me thonë që ka ramje, po nuk thith mjaftushëm dhe nuk e lakë pampersin me urin, atër është shenjë, do me thonë, që duhet të lajmërohet me njerë të mjeko. A duhet të ushqejmë foshnjët edhe kur janë të posalindra çdo 2 orë, apo nuk ka orar? Nuk ka orar, mirë po, ditët e para të lindjes, frekuenca e ushqimit është prej 8 deri në 12 herë mbrena 24 ore, që i bie, do më thonë, çdo 2-3 orë që duhet të ushqet. E ka disa beba që për shkak të verdhëzës që e përmenda, mund të jenë pak më të përgjumun dhe mund të mos pinë 5 orë, 6 orë, atëherë ne në ato raste, në ditët e para, do që ta zgjojmë. Do ta zgjojmë, si e zgjojmë, e zhveshëm, po ja kapëm pak undën e kështu, edhe që ta stimulojmë, do më thonë, ushqimin dhe të pinë ma shpesh, se i duhen për metabolizmin bazal të një zhvillimit të mirë. Një tjetër e thënë, por ju e vërtetun është që foshnjët rekomandohet të flenë në krahasën e barkë që mos të mbyten nga e vjellura që vije spontan. Jo, foshnjët do të flenë në shpind. Në shpind. Për para ka qenë ajo, po met është, edhe për para edhe ka qenë ajo jo në barkë, jo, po për shkak të, i thonë, një diagnoze është vdekje e papritur e një përsalinduri, më nuk preferohet dhe nuk rekomandohet që të flajnë në barkë, apo edhe anash, por gjithmonë në shpind. Rafsh, pa jastëk, pa mbulesa, pa lodra, pa kurgja. Ma vonë pak, do me thonë, si foshnje, mund të ketë edhe mas mujtë para, po edhe në fillim, mund të ketë një bebe edhe një refluks, mund të ketë disa beba reflukse. Atëhere, unë gjithmoni preferoj që 15 deri 20 minutat e para pas ushqimit, që të jenë një, ose të mbajnë kështu, ose në 45 shkallë, se 15 minuta deri 20 i vynë qumshtit që të shkoj prej ezofagut në lukë dhe prej lukëthit në zorë, që ma vështirë e ka që ta kenë refluksin, apo që mund të ndodhë dhe ndonjë si aspirimi, thojnë, ngulfatja, apo. Nëse ndodhë dhe kjo ngulfatja, se do të mi të regu këto, se ndodhin në ditët e para të lindjes, nëse shohin gjyrën e bebës që nuk është e mirë, do më thonë nuk është pembe, po është e zezë, ka mundësi që ka ardhë deri të aspirimi, do më thonë qumshti ju ka këthy prej ezofagut, ju ka këthy në organet e frymarjes dhe është ngulfata dhe ajo nximje të regon që nuk po merë frym. Atëhere ndihma e parë që është se s'ka ko me ardhë deri te mjeku, është që bebën e merë e kthen përmbys dhe me disa goditje të leta në mes të shpatullave
hedhet ai qumsht dhe fillon të marrë frymë. Po, për raste tjera, gjithsesi duhet me u lajmëru te mjeku ose kudo që e keni më afër, sepse shpesh ndodhin këto situata. Edhe një pyetje e fundit, a rekomandohet që ditët e para foshnja me flajt afër nanës, apo s'ka përjashtim, foshnja nuk duhet flaj afër të rritërve? Afër në atë aspektin jo brenda dhomës, po në shtrat. Tash këto janë, edhe kjo është pak një pjesë individuale. Edhe janë disa mendime të kundërta, disa. Se këtu kontradikta, këtu marrin pjesë edhe pediatër edhe neonatologë edhe psikologë edhe gjithkosh. Disa në kohë të fundit preferojnë që një foshnje mos të largohet nga dhoma deri në moshën 2 vjeçare. Do me thonë, një foshnja në ditët e para është krejt i mvarun prej neve. Jeta e ti është në dorë tona dhe është i mvarun. Dhe nëse ajo foshnje, ajo bebe, i neonat, ose edhe ma vonë foshnje, nuk e ndin sigurin e nanës, atër nuk mund ndoshta edhe të zhvillohet ashtu që shdohet, por ndo një moment kur ka zgjot për gjumit e nuk e she as këndafër, mund të jetë traumatike për te. Unë jam, thash, janë dy llojet të mendimeve, unë po e them mendimin tim, që unë jam pro që një fëmijë të rri, do me thonë, afër nanës deri në moshën 2 vjeçare, nuk po them në krevet me nanën, por krevetin tjetër, disa tash e preferojnë edhe me marë afër, mirë po, aty tash varet prej vigjilencës së nanës, karakteri, do me thonë, është pak ma e përgjumshme ajo, aty nëse nuk ka ndonjë siguri të madhe, nëse është pak ma gjumashe, atër është shumë më mirë që ta vendosë në krevetin, shtratin e vetë, dhe të jenë afër, dhe mos ta kenë, do me thonë, afër, se mund të zënë gjumi dhe mos t'i përmeni. Mos t'i përmeni me ato fatalitetet, sepse është e dhimshme, se ka ndodhë për para, ka ndodhë shumë. Edhe nuk ka nevojë në nonë me unim faj, nëse e konsideron vetën që është ma e rëndë me gjumë. Ma mirë është e lënë krevetin e vetë, se sa, për shembull unë kur kam qenë në ato periuda, unë, edhe pse nuk jam shumë gjumashe, po prapë si kom besu vetës, unë nuk e kom marrë fëmijë në ratë dhe mi dhonë gji, po gjithmonë jam qu. Ullën. Prej frikës që po të merë gjume. Po, prej frikës. E mandej e kom qitë në shtrat. Kështu që ma mirë është qashtu, Mja gjetë opcionin vetit ku një është ma sigur. Ma sigur. Jemi ma gjatë se që planifikojmë, po do doja shumë shkurt ju drejtoheshim nanave. Cila është këshilla bazike që të qysh me shpirt ja thush dhe nane? Unë thash edhe ma herë që po nuk ka pyetje të tepërta nga prindërit me të vërtet dhe mundona që t'i përgjigjem, do njëherë edhe e shoh që me të vërtet disa e të projnë, po unë prapë se prapë me një humor të letë i përgjigjem edhe e bëj një ambient ma të relaksum. Një mesazh për mu është që, po mendoj për nanat e reja, është që ta din rëndësin e këtyre ditëve të para, dhe më thonë periudhës neonatale të bebës, se ajo e përcakton se si do të bëhet ai fëmijë dhe çka do të bëhet ai fëmijë. Ato minutat e para të jetës dhe ditët e para të jetës janë shumë të rëndësishme dhe duhet që të jenë me të vërtet vigjilent, duhet nanat që të kenë mbështetje emocionale nga familja, sepse një nanë emocionalisht e mbështetur edhe mund t'ja jap një dashuri shumë më të madhe dhe ma lehtësisht një bebe e kur një bebe e cila ka nevojë, do me thonë për neve, ditët e para, rritet me dashuri, atëherë ajo bebe ka me qenë një fëmijë, andaj një i rritur dhe një person që sigurisht nuk do t'i mungoj suksesi nëse rritet me një dashuri të madhe. Doktore Shrita, unë falenderoj shumë për këshillat, për përgjigjet, por edhe për kohën e marrë parasysh ngarkesën që ke në punë. Falenderit edhe juve për këtë emision që besoj që do t'jetë i mirë dhe i mirë se ardhun për nanat e reja. Po, absolutisht, kur nuk është tepër me mësu për foshnin, për nanat, për lindjen e një jetë të re, e cila varet shumë prej neve, të cilët
se si I trajtojmë, si I rrisim e deri tek këshillat më bazike që I tha doktoresha. Kështu që ajo çka duhet me theksu shumë është edhe shëndeti mendor I nanës pas lindjes. E përmendi edhe doktoresha Rita, po në mesin e krejt shëndetit mendor, përkrajes nga bashkëshorti, përkrajes nga familjarët, përkrajes nga rrethin me cilën ajo jeton, është shumë e rëndësishme edhe qetësia dhe rahatia e saj kur kthehet në shtëpi. Një shtëpi e cila duhet t'i ofrojë një komoditet, një rahati, qoftë psikologjike, qoftë edhe fizike. Jo çdo herë duhet luks, por të paktën dashuria dhe ajo që na ofrohet të jetë e bukur për syrin, e rehatshme për trupin dhe e qetë për mendjen. Gjithmonë duhet të investojmë pak një ndryshim, qoftë një shtrati foshnjës në dhomën tonë, qoftë një ndryshim fotografi që vinë me foshnjën, diçka që sjell një frymë të re për jetën e re që ka ardhur. Kush ma mirë se një arkitekt do të na shpjegonte diçka të tillë, se çfarë duhet ndryshojmë që gjatë ditëve sa arrim në shtëpi, sepse deshtëm mit e vërtet apo e pa vërtet, na në Kosovë hala shumica grave rrin 40 ditë në shtëpi, presin mysafir dhe nuk dalin, të rralla janë ato që dalin. Por edhe kur dalin, kthehen në shtëpi, sikur janë mësuar me punu ose diçka e tillë, e kanë një nevojë për me ndryshu diçka. Kështu që pas një shkputje të shkurtër të kthehemi në studio për ta folur pikërisht këtë temë.